çdo ditë që unë do jem në punë, gjëja e parë që do merret do jenë me problemet emergjente që kanë banorët e zonave. Është turp që jemi në vitin 2015, akoma shikojmë që banorët e qytetit Pogradecit, ku ne reklamojmë shumë si qytet turistik, ku kërkojmë që të kemi dhe mbështetje për të ardhur turistë të ndryshëm të cilët të kalojnë pushimet e tyre këtu, ndërkohë që jemi në këto kushte mizerable, të cilat e bën dhe jetën tuaj më të vështirë. Angazhimi im do jetë që këto zona të Pogradecit të shikohen gjithnjëherë më shumë me syrin e qytetit Pogradecit, që ato investime që realizohen në lagjet e poshtme të qytetit Pogradecit të kemi mundësi të realizojmë dhe këtu bashkërisht me mbështetjen tuaj. Kam patur fatin që gjatë tyre ditëve të jenë çdo ditë me Edin. Dhe po shoh në sytë tuaj, në mbështetjen tuaj, në pjesëmarrjen tuaj, duke filluar që nga qendra e Pogradecit, nga lagja tuaj dhe deri në fshatat më të thellë të Mokrës, mbështetjen që banorët i japin kandidatit tonë zotit Eduard Kapri. Dhe them në plot bindje, jo duke dashur të bëj politik, po duke thënë një realitet. Edi është shumë superior se sa rivalja e tij. Është superior se kresh një djalë me këmbë në tokë, Abdullah e tha. Ashtu si ku nga ditur të menaxhoj me sukses një biznes të fuqishëm në Pogradec, edhe nesër do të jetë një menaxher shumë i aftë për të menaxhuar gjithë punën që ka bashkia e Pogradecit. Prandaj, dhe ajo që shikoj që është akoma më e rëndësishme, është fakti që Edi nuk do të bëj premtime boshe, premtime të kota. Është e vërtet, ne po vim në një zonë dhe mund ta bënim këtë takim edhe në një sallë të mbyllur, mund ta bënim edhe në qendër qytetit, se salla ka sa të duash, dhe lokale dhe ambiente publike. Por Edi Këmbënguli që ta bënim takimin këtu, mund në mes të zonës, mund afër dyerve të shtëpive të banorëve, mund këtu në këtë zhavorishte, e cila është vërtet për të ardhur keq. Është një politik edhe nga bashkitë e majta, por edhe nga pushtetit qendror, gjatë tyre 2 viteve, prandaj quhen investime të fasadave. Po përpiqen për të hedhur syve të njerëzve të rregullojnë vetëm fasadat e qyteteve. Fasadat për të rregulluar vetëm qendrat e qyteteve. E dëgjuat shumë mirë, Edi tha unë do të trajtoj të gjithë banorët një lloj. Si ata që jetojnë në qendër të qytetit, ashtu dhe lagjen tuaj, ashtu dhe banorët që jetojnë në fshatat më të thella të Mokrës. Nuk do të ketë asnjë diferencim. Dhe kjo është vërtet për të vlerësuar, është vërtet për të përshëndetur, vërtet për të mbështetur.